Në ambientet e Kinema Republika u zhvillua edicioni 2 i aktivitetit Ta Tham në Shkodër, një ngjarje motivuese dhe ndërvepruese që këtë herë kishte në fokus trajneren dhe mentoren Irena Topalli, me një përvojë mbi 18 vjeçare në fuqizimin e të rinjve, edukimin jo formal dhe ndërtimin e vetbesimit. Topalli ndau me pjesëmarrësit histori reale dhe këshilla praktike sa i përket motivimit tek të rinjt. Kam ardhur të ndaj disa gjëra praktike, ndoshta edhe të jetuara pak nga eksperienca ime. Unë kam pothuajse 20 vite që punoj me të rinjt në trajnim, në mentorim, me të rinj nga Shqipëria, nga Ballkani dhe nga Europa, për të kuptuar dhe për diskutuar pak me ta se si ta gjejmë këtë motivimin, si ta mbajmë dhe pse na duhet motivimi, si të krijojmë pak disiplinë në jetë, për të ecur përpara dhe për të bërë gjëra që na pëlqejnë. Të rinj pjesëmarrës patën mundësinë të angazhoheshin në diskutime të hapura dhe ushtrime praktike, duke reflektuar mbi sfidat që përballen çdo ditë dhe mënyrat për t'i kapërcyer ato. Dia jona shëmëllon këto tema të rëndësishme për të rinjt, me ka një zallë ato mi pasa më afër, por kur frytet janë të mëdha, vjen për shkakut se gjanat bëhen me dëshirë, me pasion dhe me vullnet, dhe kjo është pikërisht që tani këto të rinj ato mundu me bë pra për sa i përket këtij aktivitetit. Aktiviteti u organizua nga Qendra Rinore Atelje dhe Këshilli Rinor në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, në kuadër të fushatës Personazhe në Fokus.